Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish në kanalin tonë Rrëfime Jete, për të ndarë një letër të dhimbshme, për të ndarë një letër tepër të ndjerë dhe një letër shumë emocionuese. Këtë letër ditën e sotme e ka shkruar një djalë i cili jeton në Angli. Ai ka një peng të jashtëzakonshëm, një peng të madh ka në shpirt për nënën e tij, nënën të cilën ai nuk e ka respektuar sa duhet, shkaku i ndërhyrjes në martesën e tyre, do me thënë gruaja e cila që kur janë martuar ka prishur çdo raport. Përshëndetje Tiranë. Njëherë të përshëndes me zemër dhe faleminderit shumë që ke bërë një rubrikë të tillë që ne të tregojmë ndjenja që nuk e kemi thënë asnjëherë në jetë. Jam një djalë, sot jam 41 vjeç, jetoj në Londër me gruan edhe me djemtë e mi. Jam rritur në një fshat të Burelit, me shumë vështirësi, me shumë lot, por me shumë dashuri nga prindërit. Babai punonte në bujqësi, gjithashtu edhe mami ndihmonte në bujqësi, që ato të dy të siguronin një të ardhme të mundshme për familjen tonë. Por si duket, ëndrat e mia të tepërta dhe dëshirat e mia të paimagjinueshme më bën mua që unë të ulesha edhe të çmendesha në vete dhe të mos të njihja prindër. Kur unë mbarova shkollën e mesme, babai me pamundësinë që kishte më thonte non stop: "Bir, shkolla është shkollë. Unë pasurinë nuk të jap, por pasuri më të madhe se shkolla nuk ka. Të ta mundësoj shkollën është sikur të të mundësoj të gjithë botën afër teje." Por unë fatkeqësisht nuk e dëgjova baban. Unë me shokët e mi luftonim që të gjejmë në Burel, në Bulqis, në Peshkopi, vajza me letra, që të na marrin edhe të ikim. Dhe kështu bëm. Një shoku im më njohtoi me gocën e xhaxhit të tij, të cilën e kishte në Londër, e kishte në Angli. Unë gjën e parë që i thash ti nuk ke punë me familjen time, por më mundëso që unë t'i iki në Londër dhe ne të dy rregullohemi për gjithmonë. Ajo atë gjë bëri. E mbaj mend shumë mirë ditën kur unë ikam. Ajo ishte e rritur në Londër dhe i pengonte jashtëzakonisht shumë shtëpia ime, jeta ime, konkretisht jeta në fshat. Është si karakter paragjykues. Kur erdha në Londër, unë harova prindërit. Harova nënën, harova babain, harova familjen. Punoja, merja shumë para, dilja, shëtisja, më blente rroba, më bleu makinë, më dukeshte jeta jashtëzakonisht e bukur, dhe thash i rash me shkelm fukarallëkut, tani të jetoj si mbret. Fillova të krijoj dhe shoqëri të pasur, që më vinte turp t'ju prezantoj prindërit e mi. Ato ishin shoqëri me prindër goxha të suksesshëm, ndërsa prindërit e mi në thelb ishin askushi. Por ç'të bësh? Jeta duhesh të bërë. Unë me prindërit nuk flisja fare në telefon, dhe së fundmi babai më nuk më telefononte hiç. Pas 3 vitesh në Londër, më vjen telefonata që babi është shumë sëmur.
Gruaja ime ishte kundër që ne të shkojmë atje. Më tha, këto janë punët e Zotit. Ti nëse shkon, do të humbim ditët e punës, do të humbim kohën, ne duhet të punojmë shumë që të jemi të pasur ekstrem. Dhe unë nuk shkova në varim të babit. I besova gruas time dhe nuk shkova fare në varimin e babit. Ditët kalonin dhe unë mundohesha që të jem njeri normal si të gjithë të tjerët, duke harruar jetën time dhe duke lënë pas dore. Por, ç'të bësh? Vitet kalonin me shumë dinamik dhe unë thoja shqyqyr që kam parat. Nëna u sëmur, përsëri më ra telefoni, unë nuk shkova as në varim të nënës, nëna vdiq pas 1 muaji. Sot i bëj 2 vjet që mami ka vdekur, po më rin non stop në ëndër. Kam filluar që ta marr inat gruan time, sepse më ndau nga i gjithë fisi. I bëra parat, por parat nuk më bëjnë të lumtur, parat nuk më bëjnë të gëzuar. Parat më irritojnë, parat më nervozojnë jashtëzakonisht shumë. Gruaja ime mendon që unë e tradhtoj, por unë nuk e tradhtoj, thjesht më ka marrë malli për nënën dhe nëna më del në ëndër duke më thënë nuk ta bëj hallall atë që më bëre. Kam frikë se si do ta ndërtoj jetën time. Kam frikë nëse nesër fëmijët ma bëjnë po të njëjtën gjë. Kam frikë nëse nesër fëmijët më kthehen me po të njëjtën monedhë. Dita ditës kam një rëndes të madhe në trup. Nuk e di se ku të shkoj dhe çfarë të bëj dhe dua të marr mendimin tuaj. Në fakt kjo është letra, do me thënë arrit të ta kuptoni, bëhet fjalë për një djalë i cili është dashuruar me një vajzë shqiptare nga Londra, ka ikur në Londër, edhe kur ka ikur në Londër, ka filluar të punon, s'ka pasur lek më herët, leku e ka mashtruar, ka harruar babain, nuk i ka ardhur në varim të babait, nuk i është bërë vonë, fare, ka harruar nënën, ka vdek nëna, ka vazhdu me po të njëjtin ritëm, dhe tani, unë them që i kanë ardhur mend, tani është në një siklet të madh. Mua më vjen shumë keq për këtë nuse, që pas ka përzgjedhur të tregoj këtë anën e saj që unë nuk dua njerëzit ta nxjerrin, edhe në qoftë se e kanë duhet ta luftojnë që ta heqin, dhe sot është i penduar, ai ka nevojë për mendimin tuaj. Çfarë mendimi ju në thelb do t'i kishit dhënë?